Kuvendi nuk do të hap menjëherë nga e para thirrjen për plotësimin e vakancës së gjyqtares kushtetuese, të lënë bosh nga dorëheqja e Elsa Toskës. Të njëjtën Këshilli i Emërimeve në Drejtësi kërkoi nga Parlamenti të hapej edhe një herë nga e para gara, pasi vetëm 2 kandidatë kishin kaluar filtrin kur ligji kërkon të paktën 3 emra në dispozicion të kuvendit për të votuar. Edhe pse karrige në gjykatën kushtetuese është bosh prej 9 muajsh, burime jo zyrtare pranë kuvendit i tha Report Televizion se ky institucion nuk do të nxitojë. Burimet kujtuan se për çështjen e kohës zgjatjes së mandateve të gjyqtarëve kushtetues dhe skemën e përtëritjes së kësaj gjykate ka ende paqartësi. E për këtë kushtetuesja është në proces sipër për të dhënë një vendim final. Report Televizion siguroi dokumenti ku kuvendi i kërkonte një interpretim kushtetueses edhe për mandatin e Elsa Toskës, nëse duhej rihapur vakanca ose jo. Për sa kohë veprimet e mëhershme të kuvendit, për këtë rast u vënë pikpyetje. Në këto kushte thanë burimet pranë kuvendit, ne nuk mund nxitojmë për të hapur garën thjesht sepse KED na e kërkoi, kur i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të na jap një interpretim shtërues. Kështu kuvendi do të presë kushtetuesja të jap një përgjigje presidentit për rastin e gjyqtares tjetër Sonila Betja, e më pas të marrë edhe vetë një vendim për rastin e gjyqtares Elsa Toska, mandat për të cilin kuvendi është institucioni emërtesës. Vitin e kaluar, kuvendi hapi thirrjen për të zvendësuar Elsa Toskën duke deklaruar se mandati i atij që do të vinte do të zgjaste deri në vitin 2028, e cila u kundërshtua si zgjatje abuzive me 3 vjet. Pezullimi i procesit nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dhe vendimi që pritet nga gjykata kushtetuese mund të vendosë në shina ligjore skemën e ripërtëritjes së gjykatës kushtetuese çdo 3 vjet me nga 3 antar.